Së pari, në qoftë se është fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit, e dënoja atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e dënoja atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Një. Së dyti, nuk kam asnjë faqe, asnjë flet, asnjë gjë të atij projektit, megjithse ju them këtu, e kam ndjekur me shumë interes të gjitha publikimet që janë bërë. Së treti, me qenë se e doni këtu, Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Dhe kjo parti në pushtet, ja këtë tani ju kërkoj ta mani shënim, ka patur një ligj. Një ligj i cili zgjidhte në mënyrë të plot dhe totale çështjen e pronësisë. Cili ishte ligji? Ligji thot këto: në rast se qeveria miraton një projekt të një investitori të huaj, i cili është bazuar në dokumenta origjinale shtetërore, pronësie, kadastre, dokumenta origjinale, çdo problem që lind pas miratimit të qeverisë, qeveria i përgjigjet palës me çmimin e tregut. Ja u them këtu, pse u vu ky ligj? Ja u ta dini. U vu ky ligj sepse konstatoja që me investor shqiptar nuk ndodhte, kurse me investor të huaj vraponin pas pengmarrjes. Dhe informacionet që më vinin, dilte njëri, thoshte jo, thoshte, do paguash kaq se jam kaq. Dhe kjo linte vendin pa investime. Atëherë ne ç'bëm? Në qoftë se ti vjen, nuk jam unë ai që them se s'di që janë dokumentat, po që dokument shtetëror do t'i dalë zot dhe do maj përgjegjësi. Do t'i dalë zot dhe do maj përgjegjësi. Kështu është shteti. Po zoti Berisha, po ka disa zëra, të lutem, ka disa zëra që po mund ta bëj pyetjen dhe pastaj është shumë e rëndësishme kjo. Unë do t'i dalë zot dhe do të maj përgjegjësi. Dhe në qoftë se ty pronar të kanë shkel të drejtën e pronës dhe janë firmos dokumenta mbi të, përgjegjësia është e shtetit. Dhe ai që ka bërë këtë do marrë përgjigje dhe shteti do të përgjigjet ty, do të përgjigjet me vlerë tregu. Është ligji që detyron shtetit me vlerë tregu. Dhe do të them një gjë, që kur doli ai ligj e Gjerë Salam pushtetin, ka patur 0 probleme. Dilte njëri, po i thoshte, ku e ke, qofse fakton të bënte, i përgjigjej shteti ati, shteti. Këto janë qëndrimet, pra, ne jemi shumë respektuos për çështjen e pronësisë, por jemi mbështetës absolut të investimeve të huaja dhe gjatë periudhës tonë, ju nuk keni pa pronar të protestojnë ndaj një protestuesit huaj se po më rrëmben tokën. Jo, ishte shteti që nëse kishte firmosur, do t'i përgjigjej një lloj sikur i kishte marrë ai tokën me vlerë tregu. Zoti Berisha, si ju përgjigjeni zërave të cilët thonë publikisht forcat reja politike, aktivistë apo eksponentë të tjerë, që Partia Demokratike është e kapur nga projekti i Zvërnecit dhe për këtë arsye nuk flet? Partia Demokratike është partia që proteston sot më fuqishëm se kurrë. Partia Demokratike shpreha këtu ato që thash, mbështet absolutisht investimet e huaja, garanton pronën dhe pronart me një ligj që ndofta nuk ekziston diku tjetër, por e bam në atë kohë, ai ligj është aty dhe ai ligj është shumë i drejtë. Po në lidhje me hetimin e SPAK? Më fal një minutë. Pra, më thuaj mua pak. Çfarë mund të bëj një shtet më shumë
qoftë për pronarin, qoftë për investitorin. Besoj se nuk është shteti që thot, po unë nuk i di këto, nuk i di ato. Në qoftë se ke firmos, je kryeministër dhe ke firmos, atëherë ti mban përgjegjësi për të gjithë pasojat e firmës tënde. Kjo është e vërteta. Dhe nuk besoj se ka interes më të mrapsht për shqiptarët se sa përpjekja për të përzërë investitor të huaj. Kjo ta kemi shumë të qartë. Kush po i bën këto përpjekje, zoti Berisha? Jo, po them, kush po i bën, tani po them, nuk ka gjë më të pa ashtu. Shteti ka një ligj. Shteti aty ku ka firmos duhet t'i dalë zot firmës së tij. Kjo është e tëra. Nuk është çështje pronarit me investitori. Jo, është çështje shtetit me firmën e tij. Prandaj dhe ju duhet ja kërkoni shtetit, nuk duhet të tremi nga shteti. Shteti ka ligje, duhet u dalë zot ligjeve. Ky është koncepti im për këtë punë. Zoti Berisha, sot në orën 19 keni lajmëruar çdo të hënë foltore. Në të njëjtën kohë edhe ka një protest për Zvërnecin. Do ta zhvilloni ju foltoren sepse jeni në të njëjtin vend? Sot ka disa aktivitete tani, kemi disa probleme sot. Sot është dita e fëmijëve, por koalicioni për familjen ka vendosur më thonë se edhe ai do bëjë një protest dhe shanset janë që ne të mbështesim sot protest e koalicionit për familjen, sepse është 1 qershori, ju e pat që, po kjo do njoftohet, ju e pat, do me thënë, se në mënyrë më kriminale, përverse, Edi Rama me Salen, me këtë ministrën, vendosen që të përdorin terapin për ndryshimin e gjinis të 14 vjeçarë. Ja çdo lloj kriteri, qoftë biologjik, qoftë sociologjik, qoftë të përgjegjësisë. Kjo është t'ja u rrëmbesh prindërve fëmin nga gjiri tyre. Dhe ky është një akt i shëmtuar, antiligjor. Nuk jemi kundër, më falë, po. Ka një moshë të caktuar në të cilën fëmia, se nuk jemi t'i injorojmë, diskriminojmë, jo, por jemi në mosha më ideale, është mosha e përgjegjësisë 18-22 vjeçare. Çdo veprim para kësaj moshe është një atentat në identitetin njerëzor dhe unë shpreh solidaritetin tim me Aleancën për familjen. Nuk më thatë përgjigje zoti Berisha në lidhur me hetimin e SPAK për tjetërsimin e pronave të dyshuara në Zvërnec. A inkurajoni ju këtë hetim të prokurorisë posaçme? Inkurajoj çdo hetim. Pa asnjë diskutim. Veç se në rastin konkret Klodiana, hetimi është pa asnjë lloj, por qeveria që firmos, qeveria duhet ta ketë të qartë se një ligj e detyron atë që të përfill, të respektoj çdo pretendim të vërtet lidhur me pronësinë mbasi është shteti që i ka dhënë investitorit dokumentat për të bërë projektin. Berisha, keni një koment nga 12 media në një platformë dhe 11 po flisni paralelisht me kryeministin Rama. Në këto momente po flisni paralelisht me kryeministin Rama. Nga 12 media, 11 po raportojnë fjalën e tij. Fjalën e tij e shef, dëgjojeni. Tani po flet dhe kryemashtruesi i kombit. Shikoni diagnozen. Po doni hapi pak celular dhe shifni. Nga 12 media, 11 transmetojnë vetëm mashtrimet e tij dhe censurojnë Sali Berishën. Kjo nuk është e vërtetë, zoti Berisha. E dini pse? E dini pse, zoti Berisha? Jo, të lutem, e dini pse, zoti Berisha? E atyre medjave të cilët i japin hapësirë totale dhe vendosin blackout, terror ndaj opozitës. Dhe pastaj
sa po shuin, sa po iken, janë një lloj, janë barabartë. Këta janë, do më thënë, është një problem i madh kjo narkomedia, por përsëri ne në betejën tonë synojmë çlirimin e saj. Ne jemi pro Zoti Berisha, kur i drejtohesh medias me narkomedia, si rregull ne duhet të heqim mikrofonat. Në lidhje me sa thatë, në momentin që i drejtohesh dhe etiketon media narkomedia, të lutem, lër ta mbaroj fjalinë. Ne mund të heqim dhe mikrofonin. Atëherë, në lidhje me transmetimin live, çështja e kryeministit ka interes kombëtar sepse po flet për Zvërnecin. E para, e dyta, Sali Berisha, të paktën në televizionin ku punoj në News 24, nuk është censuruar asnjëherë dhe ju garantoj që kjo deklaratë juaja do të jepet tërësisht e plot. Pra për ta sqaruar. Megjithatë, tani, Klodiana, mos ngatro pronarët me gazetarët. E kam theksuar shumë herë dhe u them të gjithë demokratëve. Në betejën tonë me mafjen e rrezikshme të fjalës lirë, asnjëherë nuk duhet të konfondojmë pronarët me gazetarët. Pronar, ata të cilët në fakt kanë bashkëtuar me politikën. Ata të cilët në fakt bëjnë përpjekje ose kanë marrë tituj, kanë përfituar tendera, kanë përfituar lokale e tjerë, ose përpiqen të pendur, të bëjnë gjithçka për të përqafuar me qeverinë. Këta pronar përfaqësojnë mafjen më të rrezikshme të kombit dhe do t'jenë përballë tyre në çdo dalje, sepse janë gërshër, janë instrumentat e qeverisë. Unë falenderoj gazetarët për punën që bëjnë dhe i garantoj se një nga aktet më madhore do t'jetë çlirimi i tyre nga pronarët e tyre. Faleminderit. Faleminderit shumë.